Miq Prizmos, e gjitha ajo që ne e perceptuam si protestë, si zemrat, që nisi pas disa ngjarjeve të një gardi dhe tërheqjes së një shqiptari me shtetësinë greke. Gjitha ajo zhurmë me cila u nis me flamingot, në cilën bota pastaj u përzije në dy drejtime. Bota ekologjike, ultramajtiste, bota anti-investimeve, neokomunistët dhe sigurisht ato ndjeshmëri të jashtëzakonshme për shkatrimin e faunës, florës, natyrës, që përzihesin pastaj edhe me anti-trumpizmin kudo në Evropë, po dhe në Amerikë, urrëtitjen patologjike që sigurisht ekziston për hebrejtë dhe për Izraelin, sidomos Izraelin e sotëm, Netanyahun, vrasjet në Gaza u morën edhe u koncentruan te një resort që do ndërtohte Jared Kushner, që konsiderohesh një hebre, vandrit Donald Trumpit. U konsiderua dhe konsiderohet edhe sot e kësaj dite një pushtim izraelit, hebre, në Otranto, në qindra sajte dhe portale italiane, cilat i kanë brenda izraelitët në fakt. Po thuheshin që shiko sa trima janë shqiptarët i dalin përballë Amerikës, i dalin përballë Izraelit. Bile ulin edhe flamurin e Izraelit. Kanë parrulla anti-sionizmit. Kritikojnë Edi Ramën si një sionist vërtet, Edi Rama me ato të flokët edhe veshin e sionistëve. Kritikojnë pushtimin e Shqipërisë nga Izraeli, kritikojnë pushtimin e Shqipërisë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, krijimin e një plasdarme pushtimi dhe kritikonin krijimin e Otrantos njësoj si Hormuzin. Një fantazi e jashtëzakonshme. Dhe tash dalin dhe këshi flamingosh që thonë pse ne jemi ata që e bëjmë këtë punë. Ata nuk e bëjnë këtë punë, e bëjnë ata që janë jashtë. Këta përdoren, thjesht. Sepse fjalët e bukura dhe marrëzirat me flamingo janë një gjë. Të ruash shtetin edhe njëkohësisht të ruash në përdorimin e revolucioneve në Shqipëri, sepse kanë interesa ata jashtë, është diçka tjetër. Të kritikosh Edi Ramën për paullësi të qeverisë të tij, është diçka tjetër pastaj. Të qëndronin brenda deri ke korrupsioni dhe ke paullësit, kjo është jashtëzakonisht e shnetshme për shoqërinë. Të përdoresh për tema të tilla si anti-amerikanizmi, të vendosësh Iranin në qendër të disa elementeve aty, në qendër të mirëqenies, shëndetit të madh, ideologjik edhe politik, është një hajvanllëk i jashtëzakonshëm, i cili është toleruar më tepër se sa duhet në Shqipëri. Të bësh anti-amerikanizmin, sepse urren Trumpin edhe Izraelin, dhe të ngatrosh pastaj një shoqëri e cila ishte më pro-amerikane, ta nxjerrësh në sy të botës më anti-amerikania, kjo është pastaj një përmbajtje tjetër dhe nuk kanë nevojë, po e përsëris edhe një herë, që të vinë anti-amerikanë, të jenë anti-amerikanë. Mjafton t'ju shërbesh instinktivisht, të nxjerrësh parrulla të tjera ose të lejosh maskare që të dalin me parrulla të tilla. Një turm dhe ke bërë efektin e duhur. Kurse të qëndrosh ke kërkesat normale, anti-korrupsion dhe përdorimin e shtetit në mënyrë sigurisht korruptive dhe përfituese, është diçka tjetër. Kjo është e shëndetshme. Po kjo zbehet edhe raport me botën dhe raport me vetë shoqërinë e këtushme, kur fillon pastaj edhe përdoresh sepse sigurisht duke filluar nga CNN-i gënjejnë. Po jepte CNN-i testata e famshme, e jashtëzakonshme, ka komen, e thotë është zvërneci. Çfarë ti thushte si mund ta besosh më CNN-in? Gati nuk dua ta besoj fjalëve të Trumpit, po tash jam i detyruar t'i besoj kur thonë ju jeni mashtruese, e gënjeshtar, sepse sigurisht gënjejnë edhe për ne. Në këtë pikë
me të vërtet që këto algoritmet dhe njëkohësisht përdorimi nga jashtë bëjnë që të shkatrohet kauza brenda. Dhe për më tepër pastaj kur fillojnë kërkesat dhe kur fillojnë deviacioni logjik, ligjor dhe filozofik. Dhe këtu duhet mu ndalë. Çfarë do të thosh të përjashtosh të gjithë institucionet edhe të nxjerrësh veten? As në 1789, në kohën e Bastijës dhe revolucionit francez, nuk ka pasur kaq marrëzi revolucionare që mos të kenë parasysh asgjë. E para jemi në 2026 dhe kemi provuar 1990 këto punë. Po dhe atëherë kishim një përfaqësim, kishim një ideal, kishim ca njerëz. Duo shndruar regjimi, kryqput, dhe prapë se prapë u bën me anë të lëvizjeve politike dhe jo me anë të turmës. Se po t'ishte vetëm se me anë të turmës, sigurisht pastaj do të ndodhte akoma më keq se në 97. Por në 97 nuk mund përsëritet më. Është ndaluar të përsëritet, nuk e lejon kusht përsëritet, edhe sigurisht kemi një shtet i cili nuk lejon që të përsëritet më në 97. Janë dy drejtime, të cilat unë i kam konsideruar një grup shteti i butë. Devianca për kërkesat normale, në kërkesa absurde është tentativa për ta devijuar në grup shteti. Deformimi i kërkesës nga normalja në absurde është tentativë për grup shtetit. Normale është po të kërkosh ndërheqjen e kryeministrit dhe të qeverisë. Është krejtësisht normale, në demokraci kërkohen dhe jepen argumenta pse. Jo argumenta nerë. Kurse deviancës thuash që do t'japësh dorëheqjen dhe do vendosemi ne. Do japësh dorëheqjen bashkë me qeverinë dhe me parlamentin dhe do të zgjedhim ne. Jashtë çdo lloj institucioni, jashtë çdo lloj. Bile jo vetëm duke përjashtuar majorancën, por duke përjashtuar edhe opozitën. Dhe këtyre flamingove, sidomos atyre që pikërisht janë për këtë lloj grup shtetit, zakonisht janë flamingo dhe bisht kalash edhe element të tillë. Unë kam përmendur dy element të ndryshëm, krejtësisht ndryshëm nga njëri tjetri. Kam përmendur Goxhajn edhe Çepanin, janë të ndryshëm nga njëri tjetri, sigurisht s'ka të bëjnë me njëri tjetrin. Pavarësisht se janë të dy nga jugu, njëri është Gjirokastrit dhe tjetri është model Skrapalli po Tiranit. Po që ke pastaj edhe Verior aty, ke element tillë, të cilët kanë devijuar nga lishmëria. Të kërkosh të ndreqë sistemin, nuk do me thënë ta përmbysë sistemin, pa ngritur sistem tjetër dhe pa përfaqësim. Dhe njëkohësisht të thuash ja mund tash, i nxjerrun nga turma. Këtë nuk ta lejon më njeri, as nuk ta lejojnë brenda, nuk ta lejojnë as jashtë. Ekzistojnë parti, pavarësisht pastaj edhe përdorimit të disa partive të vogla që sigurisht duan të përfitojnë, po gjithsesi shkohet drejt rrugës legjitime, drejt rrugës parlamentare, ai i zgjidh gjitha, parlamenti i zgjidh gjitha, dhe ka gjykat kushtetuese, ka presidencë, ka gjykata nga më të ndryshmet, janë ndërkombëtare pastaj. Edhe s'duhet harruar asnjëherë se Shqipëria pikërisht për këtë ndodhi është në NATO dhe është pothuaj plotësisht në Bashkimin Evropian, nuk mund të lëvizet kështu. As e trondit fare, as një sistem nuk tronditet në Shqipëri se ata demonstrojnë aty. Nuk tronditen gjykatat, nuk tronditet spaku, nuk tronditet gjykata kushtetuese, nuk tronditen mediat, asnjë media nuk tronditet prej tyre, asnjë. Zero. Si ato media që mund të mbajnë si pas jush anën e qeverisë dhe shumica e tyre që janë kundra qeverisë, nuk tronditen. Nuk tronditet as majoranca, nuk tronditet parlamenti, nuk ke çfarë i bën, do ta marrësh me sulm. Pastaj është grup shteti. Do fillosh dhunën. Aty ka përfunduar një herë për gjithmonë pastaj protesta. Është kthyer në revoltë dhe pikërisht këtë po bëjnë, po nxisin kthimin e protestës në revoltë. Sigurisht shfrytëzojnë një grua me një fëmijë në krah, shfrytëzojnë 2-3 delerantë që dalin,
2-3 prej opinionistave që dalin, Andi Bushati thot vetëm me dhunë, dhe thonë Edi Rama, harrojnë sistemin mrapa. Thonë Edi Rama se kujtojnë se ra Edi Rama dhe bje sistemi. Kjo është një nga marzit më të mëdhaja që mund t'jenë, ose mund të vazhdojnë akoma që nga 1990. Këta kujtojnë se vdiqen veri dhe nuk ka sistem më, po vdiqen veri, u provua, po mbajti sistemi. Edhe janë 5 vjetë tjera. Edhe ra vetëm se desh të bijnë të vetë me Ramiz Alin. Ra mas disa shemujve. Po ai është sistemi që ndrohet, nuk është sistemi që është, ekziston. Që pikërisht ka pjesën e demokracisë. Nuk mund të dilet pa zgjedhje. Si mund të urdhrohen, do t'i bëjmë zgjedhje si propozojmë ne 101 vetë. 1000 ndryshime kushtetuese, po me kë? Ndryshimet kushtetuese, kush do t'i bëj? Që t'jenë kushtetuese duhet bëhen parlament. Kush e bën parlamentin? Rruga s'ka për ta bërë kurrë. Dhe kjo është deviacioni, jo kërkesa e drejtë. Të atyre njerëzve që mendojnë që nuk janë me qeverinë, me majorancën, bile nuk janë as me opozitën. Deri këtu jemi në pjesën e demokracisë. Si shkon nga ky hapi tjetër, këtu dilet jashtë demokracisë. Dhe shkohet drejt anarkisë ose drejt dhunës, ose drejt asaj që unë e them, grush shtetit i butë. Kur do të dalës në qeverisje jashtë institucioneve të demokracisë, është grush shteti i butë nëse se ke bërë me dhunë. Nëse ke bërë me dhunë, pastaj ja aty po ju them edhe një herë, as kërkush nuk e pranon, as në Shqipëri, as në Bashkimin Evropian, as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë veprim. Dhe shteti i sotëm, përfshi këtë shtetin që po kritikoni, i ka të gjitha instrumentet që të shtypi atë që konsiderohet grush shtetit i butë ose revolt anti-institucionale. Nuk është një vështirësi e madhe ta shtypësh. Marrëzirat me 500.000 njerëz dhe me 250.000 njerëz janë marrëzit të cilat kërkojnë që të shantazhojnë, janë filma hollywoodian, të cilat shumë fishojnë turma për marrëzi ideologjike dhe politike, por nuk janë të vërteta. Në këtë pikë, si përfundim është, protesta ka bërë një diçka të mirë, sepse ka treguar që mund të jetë paqësore, që brenda saj ka kërkesa absolutisht të mira dhe të bukura, absolutisht. Kërkesat për pastërti institucionale dhe qeverisje është kërkesë fantastike, sepse realisht na kanë mërzitur. Na kanë mërzitur jo thjesht për 35 vjet, por na kanë mërzitur për shumë dekada. Duhet kthyer një herë përgjithmonë institucioni i drejtë dhe i së drejtës, po njëkohësisht edhe i kushtetutshmërisë. Dhe nuk është kushtetutshmëri vjedhja. Nuk është bazë. Dje po bisedoja me shoqet. Dhe po thoshe që kemi mbetur për kaq vite punë. Kemi 90 vite punë, unë edhe ajo. Po shkoj 50 vite punën. 40 vjet i ka bërë ajo. Një dhomë kuzhinë kemi. Sepse as kërkun gjithmonë kemi punuar, gjithmonë kemi pasur bile nga njëherë 2 punë. Unë me gazetarinë edhe ajo me sportin. Nuk kemi mundur, sepse e kemi marrë familjen për ta ndërtuar me ndershmëri. Nuk kemi mundur të bëjmë më tepër se sa kaq. S'ta ka lejuar të pasurohemi. Thjesht kemi jetuar normalisht mirë, sidomos vitet e fundit. Po themi 10-15 vitet e fundit. Që janë shumë pak. Për njëri i cili ka 50 vjet që punon, kam nisur punë në vitin 1977. Atë nuk e ka ndërprerë asnjëherë. Po nuk kam menduar që kudo që të jep të vjedh, nuk kam vjedhur kurrë. Kurse këtu është perceptuar kjo punë. Edhe në fundin e diktaturës dhe gjatë gjithë kohës së demokracisë, që duhet të jetosh mbi atë çfarë puna të jetë. Kjo duhet marrë fund, por nuk merr fund me grush e shtetit. Nuk merr fund edhe duke qenë antizionist, anti-amerikan, nuk merr fund ti je me iranianët,
nuk merr fund t'jesh me kinezët kundër Amerikës, nuk merr fund të çosh kauzën e flamingove dhe dalësh pastaj për gru shtetit, nuk merr fund thuash që duhet vrar, do plumbin ai, duhet vrar, se për ndryshe nuk bën, nuk merr fund me këto mënyra. Nuk merr fund thuat që ikni ju se do vim ne, ose për ndryshe çfarë? Çfarë bëni ju? Çfarë mund të bëni ju? Do vrisni. Hiqeni mendjen se nuk keni për të vrarë kurrë. Asnjëherë nuk ju lejon kërkush që të vrisni. E parrulla populiste që të shtin frikën nuk shkohet as në kanë pas një fjalë dikur shkohet e thotë nder tales. Nuk shkohet. Pa. Kanë vdekur ato ko. Të mira të këqija janë institucionet dhe ato institucione funksionojnë. Funksionojnë e kanë treguar që funksionojnë, sidomos vitet e fundit janë futur ministra. Mos jetë në burg zëvendës kryeministre, është akuzuar për në burg. E shumë tjerë kanë shkuar në burg, është i përndjekur Sali Berisha, sepse sigurisht vazhdon me Fatmir Mediun e disa tjerë. Disa ministra janë në burg. Çfarë kanë bërë tjerët më tepër se sa ka? Çfarë kanë bërë? Është e vërtetë që kanë bërë korrupsion këto, por kanë shkuar edhe në burg. Nuk bëhen me revolucione flamingosh që duan të shkatrojnë sistemin, cilët e kemi ndërtuar të mirë të keq për 35 vite. Nuk shkon e punë, sepse për ndryshe prishet e gjithë, jo vetëm historia, e gjitha i mund që është bërë për 35 vjet për të ndërtuar rrugën dhe institucionet drejt demokracisë. Dhe nuk bëhen nëpërmjet rrugës më, bëhen nëpërmjet institucioneve. Dakord, miqtë e mi, këtë desha t'ju them. Nuk e di çfarë ngjarjesh tjera do të ketë, por një diçka jam i sigurt. Për diçka jam jashtëzakonisht i sigurt. Nuk ka për të ndritur, nuk të ndriçohet një popull duke shkatruar rrugën institucionale. Përkundrazi, errësohet. Shoqëria iluminohet, ndriçohet kur me anë të institucioneve, me anë të logjikës institucionale dhe drejtësisë shkon një shkallë më lartë se sa në të vërtetën është. Shkon një shkallë, 2 shkallë më lartë se sa i moment në cilin është. Dhe momenti është për të ngjitur një shkallë më lartë, jo për të ulur disa shkallë më poshtë, jo për të rikthyer në 1990, po për të dalë drejt viteve 2030. Dakord?